Si në mbar botën, ashtu edhe te ne, sonte në natën e fundit të ndërrimit të motmoteve, të gjithë njerëzit mundohen t'i harojnë hallet, shqetësimet, streset, për të kaluar qoftë edhe disa orë të këndshme në mbretërinë e gëzimit hyjnor të këtyre festave. Festa e vitit të ri ka dy gjëra të veçanta, ndryshimin rrënjësor të ambientit zbukurues të qytetit dhe shtëpisë, si dhe shkëmbimin e dhuratave. Kudo vërehet euforia e festës së fundvitit. Komunikacioni dendur në kryeqytet dhe harxhimi një shumë parash nuk ndikojnë në prishjen e disponimit. Përkundrazi, kudo vërren fytyra të gëzuara, plot drita zbukuruese, tullumbace dhe atmosferë kremteje. Mendimet e qytetarëve se ku do ta kalojnë këtë fest janë të ndryshme. Jam i ftuar në Art Cafe në Strug, në mbrëmjen e vitit të ri, mirëpo meqense dita e hënë është ditë pune, edhe kështu që vetëm për një mbrëmje të shkoj deri në Strug dhe të kthehem, nuk kam kurrë farë mundësie. Prandaj kam vendosur që me familjen të kaloj. Me familjen. I martuar, nuk jam fëmijë s'kam, kam patjetër të shtëpia. Dhe vllau jam tash. Fëmijët nga protagonisti kryesor i festës, gjyshi me mjekër të bardhë dhe veshje të kuqe, duan. Ka babatimi dua të më sjell një paket me lojnat që të luaj me vëllezërit e mi, me shokët, pako. Do të më sos burata. Paket. Edhe pse nuk e dim se çka na pret në këtë vit të ri, mendimet e qytetarëve janë të ndryshme. Disat janë optimist e disa pesimist se 2008 do të jetë viti i sukseseve. Kur gjanë të pritni, veç borë me në radhë, çka pritmi, pikujnë të pritmi. Në 2008 ma mirë mu bo, se kjo udhëtësia shakon të reshti ka punu mirë, me korupcia ka fillu me voglu pak, edhe si punësimi si të rriqet pak ma te për atë presë. Kur gjo nuk priti, se nuk kanë kallëzu kur gjo sukses, edhe nuk priti kur gjo. Unë kam kry temën, or problemi i rinis. Kam djalin, ka kry fakultetin, që 4 vite është pa punë. Çka të presë? Unë shpresoj se viti 2008 tjetë një vit shumë i mbarë për gjithë shqiptarët, ku shpresojmë mbi të gjitha dhash Zoti që të festojmë me pavarësinë e Kosovës. Edhe Baba Dimri është krijesë, ndaj edhe ai ka dëshirë për 2008-ën. Zdravje, sreqja, shëndet, fat dhe lumturi. Qyteti të jetë më i pastër. Këtë vit në qytetin e Shkupit i vërejmë edhe punëtorët e higjienës komunale të veshur si Baba Dimër. Nga kjo ndërmarrje informojnë se ky gest është bërë vetëm e vetëm për ta bërë më interesante dhe më të pasur atmosferën e vitit të ri. Jeta është plot befasira, ndaj ne nuk na mbetet gjë tjetër, por të presim që akrepat e orës të bashkohen dhe të shpresojmë që ky vit të jetë i mbarë për të gjithë.